Momentet bukura që besoj do t'i fiksoni gjatë në kujtesën tuaj. Selin. Po, Ledion, si kundër thash, ka qenë një javë ku me debate, ku me gjëra të mira, me surpriza. E kemi shijuar kështu si me zor, do më thënë, edhe pse kemi qenë shumë të mërzitur, na mungoni njerëzit tanë më dashur, iku brikena për Mateon, shëndritin një javë, edhe na u duk shtëpia shumë bosh, po prapi me munduar ta shijojmë edhe mendoj se ja kemi marrë më të mirën kësaj jave. E pe atë montazhin, ishte i bukur ai. Ledion, e përshëndes shumë montazhierin, po ç'të kam bërë më vlla. Jo, po ishte shumë e lezetshme se pra miri ishte në një dhomë, ti ishe në obor, vjen kënga e Albëries edhe... Të jap një informacion, Ledion, ishte hera e parë që luhet kënga e Albëries të brenda. Edhe është nga këngët e mia të preferuara të Albëries. Edhe unë jo vetëm këtu, po kudo që e dëgjoj, gjithsesi montazhierin e përshëndes. E kishe qartë. Le të themi që është rastësi, ose le të themi që keni të njëjtat shije muzikore, E përshëndesim Albërien në këtë rast. Përshëndesim dhe Albërien pa tjetër. Është rastësi që kemi të njëjtat shije muzikore. Ha miri, rastësi është? Është rastësi që kemi të njëjtat shije muzikore. Po pra, është rastësi. Rastësi është. Rastësi është, po mund të jetë telepati. Si e përjetove ti këtë javën e fundit me gjithë të sfida, me gjithë këto vizita, me intervista në radio, me... Po. Në fakt, dita e parë që u gëdhim si finalist, nuk ishte aqe mirë me thënë drejtën, edhe ishim i qikë shu si ndryshe. Unë pak në jam ndirë pak si ndryshe edhe me debatin me Rogertin, po pastaj e kuptuam shumë mirë, më le një sekundë, po më le një sekundë, e u bëm shokë. Po mret ka thënë. Dhe pastaj e kuptuam që këto ditë janë ditët e fundit, edhe duhet t'i shijojmë më shumë se sa t'i debatojmë, edhe duhet t'i jetojmë më shumë se sa t'i diskutojmë, kështu që edhe mendimin e vizitorëve që kemi pasur, edhe mendimin e shumë sfidave nga vllai i madh, ja kemi kaluar mirë, edhe lot kemi derdhur, por jemi kënaqur në fund të 7 ditëve. Faleminderit shumë. Rogertu, çfarë të pëlqeu më shumë? Për zotin më shumë, normal më ka pëlqyer fakti që kemi qenë në radio, takova Elona Durën, se njifsha si fytyrë. Patjetër pastaj ngacmimi që kisha, provokimi që hangra nga Rozana, normal më pëlqeu se dosha që të rrinin qik, po për gjitha gjërat e tjera, mu m'janë du kështu 7 ditë shumë me zorë, me të thamë vërtetën, se unë du gjak të ri, du debate të ankohen. Po, dhe s'të jepnin këta që kisha aty. Fare, është pa mundur, sepse ishim 2 ditë të para, ishte perfekt. Pastaj, sigur na lunë, donin mos me folë fare, dhe rëndësishme është që 8-3 kam përballu, edhe njëkohësisht këtë njeri këtu e kam dërë kontradiktor, sepse ka thënë që ka fru me mu për lojt, pastaj ka thënë para 3 ditë që jo e kam dash se kam dash me eduku. Po ti vazhdon akoma me inqestin o bu. Vazhdon akoma me inqestin, që do merren me ty. Edhe 3 ditë do shif YouTube-at e kur del. Do ta shohim direkt, po do shohim. Aty po rinon dia faktikisht. Ti se ke me lexuar. Çfarë? Atë pra ke me lexuar vetë. Jo, për ty, jo për mua. Për ty, që vazhdon akoma. Ti kontradiktor. Ka 2 muaj që është mbyllur dhe që fillon të Për ja Nëse në këto momente a dëgjojmë aty në shtëpi apo jo? Që nuk jo, se thua ti. Atëherë, miri Rogert, nëse në këto momente dikush i cili kishte qenë, po themi, në një ishull të vetmuar diku dhe nuk kishte parë televizor këto javët e fundit dhe hapte televizorin ke topi, do thoshte, pra sonte nuk është finalja, sepse këta po vazhdojnë akoma, po grihen me njëri me qënë se jemi këtu, dua të kujtoj që në momentin kur Rogerti, i cili mesa duket nuk dëgjon nga veshët edhe në finale, që me kthimin e tij në shtëpi kur u shpall finalisti i 4, ju kthye në atë moment mirit. Dhe kjo gjë vazhdoi për ca ditë dhe debatet nuk kanë munguar jo vetëm mes Rogertit dhe mirit, por edhe mes mirit dhe Mateos, natyrisht dhe mes Selin që është përfshirë sërish në debate me Mateon, me mirin dhe me Rogertin. Shohim bashkë. Come on, baby!
si! Se po të priqa. What's wrong, baby? Po të priqa, bro. S'kishe besim, apo mos nështë kishte pa besi. Mos nështë nuk doshe t'u thesha. Ti ku pikam, apo ka në një shumë? Se urime. Havash. Urime. Të lutem, moderoni gjuhën për 7 ditë të funit. Me ngell me 3 finalistë që në fakt nuk e kanë konceptin e inteligencës që e kam unë. Unë, bomba, deklaroj që deri sa të flem, vetëm kemi fes për të festu që jemi 4 finalistat. Gerti është gjysmë i egzaltuar edhe shumë i agituar. Sinqerisht pretendove që të vite për kena mraftë. Do t'allëm edhe me ty, si që t'allëm e të. Do t'gëri, do t'gëri. Do ishte yll, nëse do ishte Brikena. Do kishte qenë komplet i do gjallë. Orti player, a the që nuk shkosha në finale. Ti, vla, je vetëmi njeri që du me shky. Ky presioni që vetëm vjen funi, dan më i 4 ditë. Vetëm vjen ai funi. Ty kush ka pru? Mos ka pru mentori. Të këshilloj të qetësohesh. E ketë unë për Big Brother. Ke dalë ofenduese, ndaj fesë katolike, ndaj familjes teme, ndaj racave shqiptare. Kjo lojë është bërë për ta fituar njerëzit e këqij. Ti e pas ke pas me inat, ti e pas ke pas, ja pra ti, ja kush je, ja. Kjo loja pra gabimet e tuja janë. Po ti e pas ke tregu se çfarë shokut pas ke kenë. Unë doshëm i tregu publikut që mund të dal kundra mirit, unë e përdor mirin dhe duke i ra, më kthehem në originalitet. Po Selin me trashtuan ty gabimet e tuja, i dënohesh? Jo, pse ju dënohet miri? Jeni të unë, Selin. Më bëjmë blok të unë, normal se do i bëjnë e pyetje provokuese. Pse ka që agituar? Jo, nuk jam. Po ku jeti këtu, ma? Ku jam unë? Ku jeti këtu? Unë jam këtu në Big Brother. Qa ke bati për Big Brother? Krevat me mirin. Krevat me mirin? Jo, nuk kam për krevat me mirin. Ke shit vetën. Me Selin është e njëjta gjë, jo familja jote kështu, mua bete kotu zdiash që mi ju thënë ma. Ti nuk je një femër, je një UFO. Ti përba me, je një konkurente. Ju shumëzoj ta njësoj. Keni zënë, shikimin e i qimi erësit, dhe të shtunen. Ti me zë po pret që të takohesh me te. Ej, që të takohesh me te, ti. A një vajzë, do e respektonin vajzën, do si dhe shumë pak më po jo. O player djanë, o mashkull player. Po thuj, o mashkull player. O mirë, a ka malku vajzën, o player. Mashkull player, tha. Ka që aty e vuna vizën në kuptimin e kësaj që nuk du t'i kthehem. Ti e tregon burrinë për hotelin. Jo, se the si kam shaj. Ti e tregon burrinë për hotelin, mo. Ky lloj burrie. Ti fantazon me trupat e femrave, mo. Ky lloj degeneruarie. Po interesa gji. Unë apo ti? Ti? Ti. Po ti pra ti? Ti ke keni marrum lojë, unë? Ka treguar një nga tiparet e fundit që nuk mendoj se ishte koha e duhur për ta treguar pavestim në shoqëri. Mendoj se mund t'i humbi pak pikë. Aftësia jote do të t'i humbës. Pa aftësia ime, jam finale. Ke tregu vetëm portë mlaja nga grupi jot muzikor. Pastaj ke ardhur si servil, fap tu servilos për mu bashku me mu si më i fortë. Janë njerëz që s'mune më unë me baj debat nga aja të bëja. Asa dhe një. Nana jote nxiti një mesazh dhunet kur dalun jashtë që do kërceni vallënçame me babin atje në Londër. Nana jote shpifi që unë e miri kemi bërë diçka për ty. Çullak puskovën. Trak. Roxhi. Selini. Çfarë do bësh? Thuaj Ja, finale. Ky zotria me bandën e vet janë njerëz që kanë ngec karrierë, janë të dështuar, nuk janë hot dhe kanë ngec sa vite bosh dhe kanë përdor këtë që të vinë këtë emision për të ringjitur edhe ja karrierën. Babën tanë ti e ke zhvlerësu duke ne në kravat. Ti je një njeri i shpikur. Babën tanë e ke zhvlerësu kurse keni gju vllain. Babën tanë e ke zhvlerësu kurse keni gju nanën. A mundesh të më fol për Selinin? Mateo, jo jam para, jo jam mrapa, jo dhe jetu luftu Byrazerin, jo jetu bakë. Situatët bajashme, Rogerti që përsërit njëta gjëra, shkon një ke mirë, një ke Selini, një ke unë. Ke kërku një dashuri që nuk ekziston. Ti ke tregu që nuk e ke inteligjencën që ka mu. Ti knaqesh me mi emrat e shokve ku punon. Ndjejnë që kjo është edicioni i keqes, i dramës, i përplasive. Dhe kështu të shkojnë dërmë fund. Se rritë si gjinaf, se kuptoj. A shumë dukem ty. A je burra për jo? Ku e ke busnin? Tu. Ku? Tu. Ku? Te unë. Ti nuk e eksprim, a ti pse stike? Se ti nuk e don dot pa mu. Ja, e binde që ti dhe fute më shpive. Ky duket sa dorzu, ky do me dal jashtë të fillojnë karrierën aq. Unë pra kam marrë. Rogertit kam marrë. Ti e bubi jem. Ke ket bubi jem. Kam lan tani, hec. Rrugtimi jot është bubi Selins, bubi Rogertit.
Njëri ka përfituar nga rasti për të dalë viktima në atë marrëdhënie. Ti vua nuk ekziston më. Duke u dashur ja bë gropën dikujt tjetër, ka thyer rinjtë e veta, sepse dije ky përfundim. Kur bësh burr, kemë na kujtu, sidomos mua, Ti si burr ti e legend, ti ke dështuar një herë. Loj ke kry punë. Me ty kuptohem ndryshe unë. Ka shgënjur të fakti që thot kam dash për me të nxerr të mirë, me të eduku, kur ai ka thënë që kam dash me të përdor, që s'ka më të më përdor. E di çka ke përdor? Mirësinë time, njerëzillikun tim. Aftësinë time për të mbajtur njerëz afër. Çfarë luftrash bondi këtu për ty? Gjitha miqtë mi më. Pa, si që thosha unë. Kaq. Tu që të përfundojnë që mos t'i shoh më me sy të ballit.